Banorët e rrugës U Këndoja në fshatin Bes shprehen të dëshpëruar nga gjendja rrugës që prej vitesh mbetet e papërfunduar. Nire Lulashi rrëfen se djali i tij është i sumurën në zemër dhe nuk mund të dalë nga shtëpia pa ndihmën e dikujt për shkak të rrugës së pakalueshme. E kom djalin smut. E kom prej zemrës se ka zemrën këtë në rrugë. Për my 3-4 herë kam shku të kryetari komunës për çet rrugë. Ai një guri me bë më has, duhet më janë dorën se nuk mund të më shu. Po ta ndreshin, kanë shku kanë ikë. Pe këtuit kanë shku kanë po tjetër rrugë atje. Këta kanë janë katastrofë, po pas e kanë po lutjen herë 4-5 herë. Amon, një mobni që të rrugë kështu se që ta shqytu një çopë duhet më pedhon dorën që kos mund të më dol. Kjo katastrofë. Nga ana tjetër dhe Zymer Lulashi shton se rruga është lënë në gjysmë dhe pavarësisht premtimeve të përsëritura, çdo vet shtyhet. As ka marru prej fillimit deri në fund, as ka marru prej fundit deri në kryt. 100 metra lajmien bo. Që sa vite në bon vitin e kaluam 500-400 metra rrugën shtrukshto. Akput kjo kanë thonë vim vjesht, vim pranver. Çfarë rruga që është? Pluni krejt verën. Dimnit krejt shije ujë e llaç. Rrugët në këtë lagje frekuentohen shumë sidomos nga 5 familje dhe kërkesa atyre vetme është që infrastruktura rrugore të rregullohet dhe kërkesa atyre të mos neglizhohet nga institucionet.